Si është të kalosh natën në plazh pa hotel? Një pyetje që ma kanë bërë shpesh tashmë. Bëm nisje nga shtëpia në orën 4:30 dhe arrijmë në plazh në orën 6. Bëjmë diku tek rreth 1 orë e gjysmë rrugë. Kemi dhe plazhe të tjera më afër, por ne na pëlqen ky plazh këtu. Mund të them që pasditët e plazhit janë nga pasditët më të bukura. Papa e madhe ka kaluar dhe ne mund të shijojmë qetësinë e detit. Ndërkohë që burri ndiste zgarën, unë përfitoj nga rasti të pi birrë. Prandaj dhe po qeshja se po më thonte që jam mbarova. Siç e tha dhe Melodia, tani do pjekim mishin, ishte ora rreth 8:20. Mishi në zgarë të shijon shumë, duke e pjekur avash avash edhe duke e ngrënë sapo e heshin nga zgara. Gjëja më gallat e kësaj nate ishte që ne këto salçiçet nuk i mbaruam. Lamsi për tavolinës natën dhe në mëngjes nuk i gjetëm më. Zhdukja e tyre është ende një mister. Nëse pyesi veten si mund të qëndroni pa dritë gjatë natës, vendi ku shkojmë ne është plot e përplot me dritë. Kemi plot lokale, plot dyqane, plus edhe banjo afër nesh aty ku qëndrojmë. Rreth orës 9:15 bëjmë gati edhe tendën. Ndërkohë që Melodia flen gjumë, unë shijoj pamjen e hënës gjatë natës. Mëngjeseve në plazh zakonisht zgjohem shumë herët, por këtë mëngjes u zgjova në orën 6:30. Mund të them mjaftueshëm herët për të shijuar diellin e mëngjesit. Këtë mëngjes kishin ardhur për ta vizituar edhe këto dy shokë që nuk lanë këngë pa kënduar gjithë mëngjesit. Ora 6:45. E gjithë rëra, i gjithë dielli edhe i gjithë deti vetëm për mua. Okej, mjaft u mburra tani, por të ikë dhe të mbledh pak ato mbeturina që i kishte shpërndarë era sa këtë andej. Sepse jam kundra ndokjes së ambientit. Ora 7:30 dhe ikim për të ngrënë mëngjes. Dhe ja kështu kalohet një natë në plazh. Bëni like dhe më ndiqni për më shumë.